Bravo djalë për sinqeritetin, është shumë e vërtetë. Ky problemi këtu që çunat që janë në përrethë në qytetet vogla nuk po i merr njëri, nuk është vetëm Berat, është edhe në Kukës, është në Lushnjë, është kudo. Pse ndodh kjo gjëja këtu? Nuk vin themrat edhe sado që ta kesh punën e mirë, sepse mundësia për të punuar në për qytetet vogla është shumë e vogël. Mundësia për të zhvilluar në karrierë është shumë e vogël. Mundësia për të bërë jetën që do është shumë e vogël, sepse janë qytete të vogla, të kufizuara dhe nuk bën dot shumë gjëra. Mundësia për të bërë shopping është shumë e vogël, mundësia për të blerë produkte kozmetike është shumë e vogël, mundësia për të dalë, për të shijuar jetën, për të parë gjëra të bukura është shumë e vogël. Sepse jo Berati dhe Kuksi, por edhe Tirana, Shqipëria është një vend i varfër dhe është një nga vendet më të varfra. Dhe qëllimi është për të pasur çdo njeriu është për të pasur një jetë më të mirë, për të pasur një jetë më të emancipuar, më të zhvilluar, më të integruar. Dhe integrimi nuk vjen as Shqipëri, pra synimi i femrës sot është tikje të largohet nga Shqipëria, të shkojë në vende që janë të zhvilluara, me ekonomi të zhvilluar. Dhe jo Shqipëri, që është vend i mbaruar. Në të gjitha qytetet e vogla, unë shikoj këtë rrjedhoj. Mbaroj shkollën femrat në moshën 18 vjeçare, vinë në Tiranë dhe nuk kthehen më në qytetet e tyre. Nuk kthehen dhe një femër që ka ikur dhe po ndjek një jetë shumë të vështirë për ta kap ritmin e jetës Tiranës është shumë e vështirë, ti je vetëm dhe ta kapësh ritmin e jetës. Nuk të kthehet ty më as në Kukës as në Berat, se s'mund të shkosh nga më mirë të shkosh te më keq. Pra njeriu shkon nga më keq te më mirë, ti jetë ketë një jetë më të mirë. Pra shkon nga Berati në Tiranë, pastaj nga Tirana ikën jashtë shtetit. Prandaj nuk të vjen. Dhe ky problemi do jetë akoma dhe më thellë, sepse në qytetet e vogla nuk ka as shëndetësi, nuk ka asgjë. Ke një mjek aty që t'jep thjesht një rekomandim, shko vizito në Tiranë, thot. Pra asgjë s'ke, as në Berat, as në Kukës. Ke një 5 lokale, ke një 3 dyqane me rroba që si ndrojnë asnjëherë. Domethënë, nuk ka jetë. S'ka urbanistik, nuk ka asgjë. Për çfarë të vi femra në Berat? Për çfarë shkoj femra në Kukës? Si mund të shkoj kur nuk shkoj nga Tirana, shkoj të jetoj në Kukës. As në Berat, në mënyrë absolute. Unë mund të shkoj jashtë shtetit, po. Sepse është një vend të zhvilluar, ka në ekonomi të zhvilluar, jeta është më e zhvilluar, shëndetësia, infrastruktura, ligji, çdo gjë. Pra synimi është për tik në vend sa më të zhvilluar, jo për të shkuar në vend sa më të prapambetur. Është shumë e vërtetë djali, unë të kuptoj. E disa njoh unë si puna jote, që jetojnë në përreth dhe nuk gjej dot femra, s'kan femra, realisht po ta them me pasërti. Nuk ka femra më. Nuk ka femra, sepse femra shikon të mirën e vet. Çdo njeri, dhe mos thoni këtu, jo po jam buqe, jo absolutisht jo, gjithsesi do të mirën e vet. Kush është ai budalla që do të keqen e vet? Zgjedh më të mirën për veten. Nuk zgjedh dot njëri të keqen. Nuk zgjedh dot një mashkull që e trajton si pler. Ai mund të jetë miliarder, por nëse e trajton femrën si pler, s'keqet dot. Nuk zgjedh dot një njeri që është në një zonë të përhumbur, sepse është jeta që s'funksionon ashtu. Do ndryshosh punë, s'gjen dot punë, do të rritesh në karrierë, nuk ke mundësi për të zhvilluar në karrierë, nuk ke mundësi të bësh asgjë në qytetet vogla. Pra cili është qëllimi i njeriu? Që të ndjeki më të mirën për veten e vet. Dhe është shumë e vërtetë. Realisht do ta keni shumë të vështirë për të gjetur. Tani është shumë e vështirë. Njoh shumë njerëz që kanë shumë të vështirë, por në vazhdimsi do jetë akoma dhe më vështirë. Sepse s'vjen dot kush me një vend shumë të vogël, sado i bukur të jetë, vjen për një fundjavë, por jo për të jetuar aty. Prandaj ta kuptoj situatën. Dhe ka shumë meshkuj që janë në gjendjen tënde. Dhe ke shumë drejt. Dhe të mirë kuptoj dhe bravo qof për guximin që dole bëre komentin. Unë këtë video do e kisha bërë më përpara, por duke qenë që bëre komentin, ta analizojmë. Më ndjeni pak përshtypjet tuaja.